personat e kapur janë objekt shantazhi. Dhe kjo për mua... Ka ndodhur? Po të shi, ka ndodhur, sepse ai që i ka dosjen e bashkëpunimit, sepse ato s'se dalin rrugë. Ai që bo... Shantazhin se marrin vesh ne. Shantazhi realizohet. Sa drejtësi për të personat e kapur pas të bjes. Dhe në rastin konkret, ne duhet shohim, është e vërtet kjo apo jo? Dhe Berishës duhet të shohim si politikan, se ja të pun ka si individ, thotore, unë s'mund gjykohem nga një e dënuar në Greqi. Si çfarë të ndodhe me këto... Ka ardhur koha sepse çfarë po ndodh, sidomos. Drejtësia duhet ta kërkojë të tjerë të pastrojë, pa është pastër vetë. Ka ardhur koha dhe kjo është prapë çështje politike. Nuk e di sa e do politika, sepse vettingun e bëri politika, ne e dim si u vendosën. Edhe aq më tepër që doli... Jo bind politika, jo bind. Jo doli opozita, edhe pastaj kur u bën organet e bën vetë ata. Dhe ne dim kush janë atje. Edhe njerëzit i zgjodhen vetë. Njerëzit në klasë që i vënë në vettim. Nëse ka patur një çik balans, ka patur nga që futën kushtetut nga ndërkombëtarët që janë përpikur, po dha ata s'kan qenë brenda. Dhe aq shumë. Çështja është që ka ardhur koha, po besoj se është tema sot. Ka ardhur koha për riveting. Për riveting. Se shko çfarë ndodh. Ka që kanë kaluar vettingun, sidomos se, te spaku të GKK-ja mund të ketë probleme dhe për mua ka probleme, po kanë një monitorim shumë të fortë, paktën skrupuloz në punën e përditshme nga ndërkombëtarët, sepse punojnë bashkë. Po bëhet nami në gjykatat e faktit dhe prokurorit e faktit në përrethe e tjere. Kanë marrë për kot, me qënëse kanë kalimin e vettingut e kanë marrë për imunitet të përjetshëm. Karta bianca. E kanë marrë për karta bianca dhe po ju bjen njerëzve në qafe dhe janë mbushur burgjet me ditëzinj që marrin nga 7 vjet për 2 kile ashash. Edhe i mbajnë dhe nga 1 vit e gjysmë, nga 2 vjet në paraburgim, që është presion, është mënyrë për t'u hedhur, e ke parasysh, shtyn gjyqe, tani ka dalë dhe një modere që s'ka ekzistuar dhe në atë drejtësinë e kalbur, për cilin u bërë reforma. Vendime, e diti që për shumë unë di rast që ka humbur pensionin tjetër se nuk i zbarthe gjyqin, se i kalonin dhe afatet, do në thënë e kishte fituar gjyqin, që i takon të pensionin, dhe tani ka dalë kjo moda që ju shtyjnë edhe zbardhjen, është marrë vendimi, ka rëndë Çekiçi. Po në qoftë se vonohet zbardhje e vendimeve në gjykatën e lartë. Zbardhjet nga 6 muaj, nga 7 muaj. Edhe me vite shkojnë gjykatë lartë, kështu që në qoftë se ndodhë gjykatë lartë, imagjinoj se çfarë ndodh në gjykatë. Dhe për mendimin tim ka ardhur koha që shumë nga këta që kanë kaluar vettingun dhe janë 1200 vetëm për gjykatën dhe prokurorinë e Tiranës denoncime në këtë ILDKPI. Që janë me njerë, sepse s'mundesh ti për të njëjtën çështje, një gjyqtar për të njëjtën çështje brenda muajit ose brenda 6 mujorit, për të njëjtën çështje mua të më dënosh me 7 vjet, tjetrin të çosh në shtëpi. Me kusht. Kjo bën mu për shembull që këtu dhe këto janë ankesat që janë atje. Tani këta lloj gjyqtarësh dhe për mendimin të gjithë, a duhet të kalojnë në një vetting tjetër? Në fakt, rasti Irena Gjokës është ai që thotë edhe Berisha, që është e dënuar, mos më gjyko. Ky është kriteri bazë i çdo të pandeuri, që gjyqtari i cili e gjykon atë, të paktën mos jetë i dënuar. Mirë gjërat e tjera. Do themi ne që është e vërtet dënimi s'është i vërtet. Ka dalë një material, ka dalë një vendim në gjykata greke, është në proces, po ka dalë vendimi. Nga ky moment që vendimi ka dalë, Këllëgjia duhet ta kishte pezulluar të gruan. Sepse u desh 3 vjet për të zbardhur. Të paktën t'i japi shpresë këtij publiku që ne funksionojmë. Jo, funksionojmë. Rregullojmë të çarat, po. Ose për raste tjera, se ka raste tjera plot në drejtësi që kanë kaluar, se ne i njohim shumë mirë se kush janë kolegët e që kanë ikur, që janë kryer në detyrat e tjera. Cili është rasti që të ka stonuar më shumë? Për shembull, edhe ky Orsidados nuk është shumë rast i thjeshtë. Ti e bërë prokuror jashtë kritereve të ligjit. Sot po ju kujtoj një shkrim të New York Times, si më duket e kishte, ishte shkarkuar një prokurore në Kaliforni, më duket, ose New York, vetëm se ishte emëruar në kundërshtim me ligjin. Rasti është tipik. Qofse ky nuk i ka plotësuar kriteret e ligjit, shkarkoja, kthej prapë në vendin që ka qenë. Po këtë detyrë mos ta bëjmë. Nuk do të them që Orsidado ishte njeriu më i keq i kësaj historie. Ne po themi i procesit që po ndiqet. Pra, ne kemi emërime politike, kemi emërime jashtë kritereve ligjore, kemi dhe pjesën tjetër të politikës. Po kemi edhe sa politikantët të djathtas ne,
që se kam dëgjuar atë një politikan të djathës dje, që po fliste në një studio për reformën e drejtësi. Dhe thoshte drejtësia e vjetër. Dhe drejtësia e re se këta kanë marrë në përgjegjësi penale ministra. Është dënuar Fatosnano në drejtësinë e vjetër, bosi. Se ai si di fare, se këta kanë ikur refugjat në vitin 90 në Itali, janë kthyer në pas 20 vjetë, 30 vjetë, edhe kujtojnë që Shqipëria po ndërtohet tani që vinë këta. Po këta gjyqtarë që ka shërbyer 30 vjetë, që ka dhënë dënime me vdekje, burgime të përjetshme, e lloj gjëra që kanë kaluar në 97-ën duke qenë në sallat e gjyqit duke arrestuar njerëz e duke bërë, nuk pas kanë fare vlerë sipas ti politikanit të ri. Dhe këta tani që kanë ardhur tani në sistemin e drejtësisë, që po arrestojnë ministra ose po bëjnë sikur po arrestojnë ministra, se 3-4 janë bërë, realisht, këta që kanë më përparimtar. Po korrupsioni që ka bërë partit politike para reformës drejtësi me këtë tjetër, janë natë me ditë me njëra tjetër. Do të thënë në kohën tonë paktën para 2016-2020. S'kishte fare nga këto shifra për korrupsion për ministrë. Tu është dënuar njëri nga ministrat Ksera atere, është dënuar për 13 milion lekë të vjetra. është dënuar për 13 milion tani, jo vetëm e dënuar. Në tentativë. Po të gjithë, një 700 që. Po të gjithë ishim të bindur që ai kishte kryer. 700 ju gjetën te tubi pastrosës. Kështu që kjo problemi i sistemit të drejtësisë, unë jam për atë që thoni juve. Që ne sot duhet të bezllojmë nga detyra çdo gjyqtar i cili bie erë, mo, gjyqtar që bie erë. Që bie. E di çfarë bën gjykata e apelit Tiranë, kthejmë për gjykim bashkimin e dënimeve pas 5 vjetëve. Është dënuar 55 ai. Tani pas 5 vjetëve e kthejmë për gjykim një gjyqtare është shumë e famshme ajo gjyqtarja. Se del dhe me këta të bandave me kapele natën në për pabet e Shqipërisë. Edhe një bashkim dënimesh pas 5 vjetëve, ajo e kthem për gjykim të gjykohet dhe një herë ky. Bashkim dënimesh, o bëja 10 vjetë, s'ka problem, 55 bëja 10, s'ka problem, ose bëja 9, ose bëja 8, s'ka ligji, po jo ta kthesh për gjykim. Dhe njeriu tani ri në burg me 2 vendime të formës prerë dhe nuk di se çfarë burgu të bëjë. Do thënë, ka aq të rënda dhe po ndodhin aq gjëra të rënda tani në sistemin e drejtësisë, nuk janë shkuar ndërmend në sistemin tonë. Jo se s'kemi pas në dëshirë. Jo se s'kemi pas në dëshirë. Këta në tutelën e politikës për të futur në burg çdo shqiptar, po bëjnë këtë që po ndodh. Është bërë shumë e fortë lufta mes politikës dhe drejtësisë tani? Unë mendoj se ka qenë e tillë gjithmonë. Por ndoshta perceptimi është i tillë që në këto, po themi, 4 apo 5 vitet e fundit me krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, përplasja mes politikës dhe drejtësisë, po themi, ka agravuar apo shkon mbas shkallë. Ashtu sikurse ndohet. Është politika e bashkuar tashmë kundër drejtësisë? Jo, unë mendoj që nuk jemi në atë pikë. Sigurisht ka element të politikës që për hir të interesit tyre personal bashkohen ndoshta edhe me kundërshtarin politik në një sulm frontal ndaj drejtësisë apo ndaj organeve të drejtësisë, ashtu sikurse ka edhe element politik, forca të caktuara politike apo edhe individ brenda forcave politike që nuk u intereson kjo luftë por u intereson që drejtësia të shkojë deri në fund. E kuptoj. Mirë, shkojmë në pak reklama, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Mami, mi e pak dokumentat e shtëpisë e kartën e identitetit të lutem? Dokumentat? Përse të duhen? Më duhen, kam një projekt në shkollë. Mami, më duhet pak dhe karta jote e bankës. Edhe karta për projektin të duhet. Ti e di që karta nuk të jap dot. Këtë herë do të ma japësh sepse bëhet fjalë për sigurinë e shtëpisë sonë. Me një klikim tek stigal.com.al siguroni shtëpinë nga zjarri, tërmeti, thyerja e xhamave, rrjedhja e tubacioneve. Nëse dëshironi të siguroni, ka vetëm një emër, Stigal. Mirë se vini në Bookland, libraria më e dashur për të gjithë. Me titujt më të përzgjedhur të librave në shqip, numrin më të madh të librave në anglisht dhe botime ekskluzive. Vendi i duhur për të gjithë ata që ndajnë të njëjtin pasion për